Me datën 13 të muajit të kaluar, ka kaluar më shumë se një muaj, ashtu siç e thatë ju, dhe ende Ministria e Brendshme nuk ka bërë publike urdhrin e ri, rregullat e reja që priten për të futen në zbatim sa i takon përdorimit të këtyre monopatinave. Në deklaratën e saj ministra Koqiu tha se do të ketë një bllokim të përkohshëm të monopatinave deri në hartimin e plot të gjitha masave, se si një qytetar për përdoruesi monopatinave duhet të zbatojë dhe të ndjek në momentin që ai përdor një mjet të tillë. Megjithatë ende duket se kjo rregullore, le të themi, ose ky urdhër ka rënë, le të themi, prej burokracive të ministrisë. Policia rrugore nga ana tjetër është në pritje të paktën prej disa ditësh në publikimin zyrtar të këtij urdhri. Kujtojmë se procedura, le të themi, ka kohën e saj, pas publikimit menjëherë të urdhrit nga Ministria e Brendshme. Ky urdhër do të dërgohet në DPRSHTR, pra drejtoria e cila merret me transportin rrugor, e cila më pas do ta hartojë implementimin e këtyre. Pra theksojmë se policia rrugore është thjesht zbatuese këtyre urdhrave dhe nuk është ajo që i vendos urdhrat. Të paktën zburime nga grupi i punës, të cilët po merren për me hartimin e rregullave të reja të monopatinave, shkresë e cila përcjellet edhe tek drejtoria e transportit rrugor, janë vendosur të paktën disa kritere të rëndësishme, qoftë ai moshës ku është përfolur se duhet të jenë persona mbi 16 vjeç